një 2 viza futen në fuqi të tjera, po në kategorinë do ta quaja excellence. Kush është? Është talent viza, për ata që janë talent. Nuk ka nevojë të përshkruajmë, je piktor, artist, shkrimtar, sportist, komplet këta marrin vizën në qindën e sekondës. Vizën për të ju bëhet jo vizën, po, karta blu në mos gaboj, sepse kishim një lajm pak ditë më parë që Gjermania ishte ajo që kishte thithur më shumë shqiptar të talentuar. Edhe këtu karta blu ka një lloj vlere më të lartë se sa ato. Gjithashtu këtë kartën blu ta përfitojnë ata që janë viza tech, që është teknologjia e re, sepse me që po shkojmë drejt digitalizimit total të një shoqërie, me robot, me gjithçka, kush do jetë i profesionisti i preferuari dhe me mira, kush do jetë? Ata që dinë përdorin shumë mirë teknologjinë e re, kompjuterat, programet e tjera. Prandaj këta do jenë komplet me prioritet të 2 kategoritë, studentët, siç e tham, mjaft mirë të akomoduar, punëtorët, ata që për arsye jo të tyre lanë punën, pra kemi vetëm favorizime. Kush është ajo çka do ngeci, themun historia jon? Deri më tani ne kishim që, më fal, nuk ka nevojë të flasim me terminologji të ngarkuar. Po sa më thjesht. Se nuk jemi në konferenca, sepse gjithmonë të njerëzve kur adresohesh në publik dhe janë tema të mbyllura të një cikli, çdo cikël ka temat e tij, mjekët kanë të tyre, juristët kanë të tyre, inxhinierët kanë të tyre. Duhet të flasim thjesht që ta kuptojnë çfarë lëvizje është të bëjë. Falenderoj shumë për gjuhën e thjeshtë. Po, thjesht fare që ta kuptojmë. Vim tash në një kategori të vështirë, do ta quajë, dhe të dhimbshme. Përse? Punoja në Itali unë dikur dhe marr një esplusje dhe një ndalim hyrje 3 vjeçare. Sigurisht që kam nevojë të madhe ekonomike. Çfarë bëja? Derisa të zbritej nga sistemi 3 vjeçar i Italisë, që anelës i ndalohet hyrja në Itali, ç'bëja? Vija dhe punoja në Greqi. Sa hallexhi. Punoja në Greqi, do shpi penaliteti e bardhë, s'kisha ndonjë dënim. I thoshin për çfarë Italia, se duke që ishte në sistem, çfarë Italia të ka dënuar? Po ja për letrat, vajta me vizë, si gjithmonë, gjithë shqiptarët, vajta me vizë, ti kalova, nevoja për punë. Bukuri, vazhdoje në Greqi. Hiqeshe nga sistemi i Italisë, me që atje kishe zëmrën njerëzit të tërë, ikën në Itali. Çfarë bëhet tani? Unifikimi i sistemit të dhënave të territorit Schengen, për cilën unë fola kam folur në goxha emisione në fillimin e vjeshtës, çka tashmë është realitet. Të gjithë ata që kalojnë kufirin, nuk e kam kaluar, nuk e di akoma si është, kalojnë kufirin, janë të detyruar të japin komplet të dhënat e tyre për të marrë atë që quhet vizë udhëtimi në shtetet e Bashkimit Evropian, në territorin Schengen. Çfarë tregon kjo? Kjo tregon që nëse dikur ti shkoje Itali, Gjermani, shëtisje, e ta themi kështu me fjalë shëtisje, tani nëse do vish në Greqi, sikundër dhe ndodhi dhe erdhën, shteti grek i thotë, ti ke një ndalim hyrje për Schengen në Itali. Po, është, do me thëmë, shteti pritës i dytë barazon veprën penale në mënyrë të njëjtë. Dhe thotë, je ndaluar atje? Po, diçka kishte, nuk më intereson. Ata e di sepse janë fashikujt elektronik, por për ty nuk ka nevojë të të përmendi dhe publikisht në gjykat. Çfarë bëhet? Parashikohet 2 me 3 vjet burg dhe gjova nga 10, 12, 15.000 euro. Pra vepra penale e përsëritur për në Schengen. Mirë, po dikur ishte përsëritur për një shtet. 2 herë në Greqi, ose 2 herë në Itali, ose 2 herë në Gjermani. Tani e ke shkelen në Gjermani dhe në Greqi, shkelen në Gjermani, u dënove në Gjermani dhe vetëm në Itali. Çfarë do bëj kjo? Krijimi i një database i të gjitha të dhënave tona me lëvizjet, me të dhënat me njëra tjetër, do përkufizoj shumë ata njerëz që mirë ata që janë veprës penale, që shkelin ligjet, ata një kategori më vete e gjenë mënyrat, kapen, dalin, arrestohen. Puna është që këtu do kapen dhe ata njerëz të cilët nuk e kanë vlerësuar kulturën dokumentacionale deri tani, sepse mira apo keq ne nuk kishim kulturë institucionale brezin. Çfarë kisha unë? Unë kisha një komitet ekzekutiv, atje shkoja për shkollë, atje shkoja për punë, atje shkoja për ndrim shtëpie, për lyerje shtëpie, edhe për të martuar atje shkoja. Pra, unë nuk kisha kulturë institucionale. Në shtëpi unë s'kisha asnjë dokument përveç një pasaporte. Ndërsa ky brez që po vjen tani, nuk është se nuk e di, por nuk i ka dhënë rëndësi dokumentave, se ka parë që shëtitja në territorin Schengen ka qenë disi e lejueshme. Kështu që do duhet të përqendrohemi, të bëhemi dhe ne djem dhe vajza të mira, të merremi njerëz seriozisht me lejnë e qëndrimit ton, sepse mos qajmë pastaj dhe themi
iku Evropa. Ai të thot, more 8 muaj dënim, thot, me pezullim. Kur të vishë herë tjetër, nuk ke më fjalë. Ke marrë dënimi Itali, more edhe këtu 8 muaj me shërbim prove, të pezullua dënimi, sa po të kapesh, je brenda. 8 dhe 4 muaj, 6 gjë të t'japin herën e dytë, mos them që të t'japin më tepër, na 8 do t'japin një vit, 18 muaj. Paguaj dhe gjova. Prandaj, për të gjitha ata djemë dhe vajza të mira, të cilat janë mësuar nga nevoja të bëjnë cirk, le të ulen vetëm një herë, mbare mirë dhe t'i thon vetes, mundësia për të lëvizur mbaroi. Çfarë duhet bëj? Do adresohem nga e para, në cilit shtet ju do zëmra, do gjej shok e mik, do gjej avokat, do shkoj me vizë nga ambasada greke rregullt dhe do filloj jetën. Nuk ka më lëvizje kaq të lirë sa që kemi menduar ne. Një tjetër version, i cili ka qenë mjaft i përdorshëm nga shtetat shqiptar, pavarësisht se ne jemi një shtet i lirë, i hapur, demokratik, lëviz, mund çfarë duash, turizëm, kërcen, s'kemi ne nga në një original në funksionim, nuk flasim funksionim të brendshëm shteti, s'futem politik, futem në praktik. Jemi një vend që mund të dalësh të martohesh, të ndahesh, të martohesh, të dashurohesh, të dalësh, jemi original. Pavarësisht se ne jemi një vend i quajtur i lirë, shumë shtete shqiptar kërkonin azil politik. Azili politik i ngushtohet fryma. Çfarë bëhe me azil politik? Se unë kam parë në 22 vjet, nuk përshkruhet se kam parë. Përvoj kur i ngushtohet original fryma. Çfarë bëhe me këtë? Vinte dhe merrte azil politik. Mua më kërcënojnë, mu do më vrasin. Bukur. E merrte. Gjatë kësaj kohe, ata që u udhëhiqnin këta njerëz për të marrë azil politik i thoshin, ama një martesë, një fëmijë të shkollë të këtë, nuk lëvizte më absolutisht asnjë njeri. Pra, rinovonte, pa ishte bërë me fëmijë, ishte bërë me grua, kishte blerë dhe një dyqan, fjala vjen. Më kupton? Atëherë, azili politik, bashkëdhëtarët tanë do ta mendojnë më mirë se nuk është më lojë. Sepse nuk ishte lojë, ishte një formë si top, si mund të kesh një top në dorë, ta edhe ta presësh të vogël në ping-pong. Ishte kjo gjë. Kam një ping-pong në dorë, rinovoj dhe si përfundim rrinin. Tani, periudha kohore që t'jepet të bësh kërkesë për azil politik dhe të shqyrtohet kërkesa është minimale. Nuk do arrish më të thuash brenda një viti a pak më pak. Nuk arrin dot më të bësh nga këto veprimet jo martese njëri tjetër. Pastaj edhe ato, siç tha dhe ministri, duke kërkuar azil politik dhe duke i dhënë të tëra, kam këtë, kam ushqimin, kam ndihmën, pse duhet punoj ky njeri? Pra, personave me azil politik nuk kemi dhënë stimul të punojnë. Unë kam dritur vetëm 48 orë se edhe në Greqi me 41 temperaturë. Ditën e tretë me këmbë të çal, unë kam marrë telefon nga spitali, se ushtrodh i kam thënë shtëpisë punojësve njerëzve që prisin që unë erdha. Sepse mund ta humbje punën. Ndërsa këto me azil politik vinë, ha, pi, ndihmë ekonomike dhe nuk të vjen në mend punosh. Do shos djem fare 5 vjet, edhe mua të më thuash tani azil politik në Gjermani 5 vjet, sinqerisht do i keq çplodhem. Kjo mbaroi dhe kjo kategori. Prandaj të kemi parasysh që kur të bëjmë kërkesë për azil politik, kërkesa janë të shqyrtohet në kohë rekord, po që refuzuese mbaroi, ike, prandaj të kenë kujdes për arsyen që do kërkojnë azilin politik. Nuk kam më kërcënon mua komshia ime në Tiranë, nuk kam nga ato. Arsyeja do jetë esenciale dhe me dokumenta. Prandaj po them që ky ligj ka gjithë këto rubrika, 1, 2, 3, 4, 5, mjaft zakonisht rëndësishme, por duhet të dim që këtë tutje nuk ka më cirk me letra. E mora se ndrova. Ti kalove në kufi. Kalova Anila, po kalove një herë Ana. Nuk kalon do të Ana, sepse kam kaluar me Anila dhe me këtë fytyrë dhe me këto shenja gishtash. Në rregull, mbaroi filmi. Mendoje kur të kalosh, t'japësh origjinalen, sepse të tëra të dhëna tona do dalin në dritë. Shkojmë në një version social, sepse ligji nuk është vetëm ajo që shkruhet me gërmat zeza, apo në ndarja, apo pika, apo paragrafi. Ka dhe fenomen, ligji është në radhë parë është fenomen social. Për shembull, i kam të tëra të dëgjuara këto nga jeta, nuk i kam të shpikura. Ikin në Holland, ndërtoi një biznes, thuhet që është më kollaj andetë ndërdosh një biznes, dhe kohë rekord, ndërtoj një biznes, kam një furbuke. Por, në Greqi, kam lënë një borç.
një këst bankar. E lash. Të tëra këto do dalin. Në momentin që ty të identifikojnë kush je, i detyruar të mbarosh llogarit me institucione, me shkolla, me borxhe, çka ke çka s'ke. Ta harrojnë tashmë njerëzit. Dhe pse po bëhet kjo? Sepse shtetet nuk po e përballonin dot me këtë lëvizje kaq të lirë, pa kritere, pa gjë.